Për të komentuar Prime-in e mbrëmjes së djeshme kam të ftuar në një lidhje direkte Klevis Mile, gazetar, si dhe mik i VIP Magazin. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, besoj se ju e përcollët mbrëmjen e djeshme Prime-in, si u duk si Prime dhe kush ishin, po themi, temat dhe dinamikat më të rëndësishme gjatë Prime-it dje. Po, vërtet, kemi parë një Prime shumë të gjatë dje në darkë, mund të them që kishte shumë tema bisedash, ai Prime. Prime ka nisur me temën kryesore, si gjithmonë i treti Prime që ridiskutohen debatet e tilla, është këtë herë kryesor Miri me Stinen, ku dy banor, të cilët dy shok mund ta quajmë jashtë shtëpisë, janë përballur në të shtëpi si dy konkurrent kokë më kokë, por mund të them plot bindur që nuk shoh të gjitha kjo pjesë loje që qyta nuk shoh në diçka specifike, si për shembull që kjo lojë të krijohet për diçka, nuk i jep diçka publikut që të synoj. Unë shoh një Stine që ai sado prap që ju dha një shtytje ndaj produksionit javën e kaluar, Stine vazhdon edhe flej gjumë, nuk e shfrytëzon këtë mundësi për ta lozur këtë topin me Mirin. Në krau tjetër, Miri e ka nisur mjaft bukur strategjinë e tij, siç është përmendur dhe trekençi tyre. Miri unë tashme të ta quaj Hasani i grave, sepse Miri ka nisur dhe një lojë me gocat aty, sa i përket Lornës edhe Selini, që shpam edhe dije edhe në një thirrje që u bë të treve, i kanë caktuar në dhoma të ndryshme duke i drejtuar pyetjen Ledioni se çfarë i lidh secili me secilin, për shembull Selinin me Lornën edhe Selinin me Mirin. Të gjithë dhanë përgjigjen e tyre, po ajo që nën kuptohen në të gjithë këta është që në kjo treshe, ajo që del me e keq kuptuar në syri publikut është Lorna, e cila Lorna duket mjaft qartë që xhelozon në thonjza çdo kënd që është rreth Mirit, sidomos femrat. Klevisa, besoj që Miri është bërë faktor në shtëpi duke pasur kaq shumë, po themi, diskutime gjatë këtyre Prime-eve. Pra është bërë një faktor i rëndësishëm? Në shtëpi nuk është bërë faktor Miri. Miri është bërë faktor në për Prime sepse i jepet mundësia nga në diskutimet që i fal produksioni. Nuk besoj se temat që diskutojnë rreth Mirit dhe të gjitha këto, ta themi në thonjza lojrat të Mirit, nuk i quaj që është faktor. Nuk mund ta favorizoj, ta them që po bëjnë një lojë manipulues ose një lojë të bukur. Unë i quaj këto lojra kalamajnsh, nuk më duket në një lojë interesante për ta ndjekur e për të qëndruar me orë të zera ta vëzhgoj se çfarë do bëjnë Miri ose çfarë do flasë. Miri, në klipi që u dha dje, të cilët banorët nuk e kanë parë, kemi parë veç ne publiku, kemi parë se si ka lozur më të dy goca, se si i premton njërës finalen dhe pastaj një ditë tjetër i premton tjetrës. Kjo në syrën e publikut quhet skuth, ta themi në gjuhën tonë, skuth. Kështu që nuk mund ta favorizoj Mirin ta quaj që është faktor ose mund të jetë në një lojtar pretendent kryefjalë. Ka pasur një debat mes Brikenës dhe Senaldos dhe u diskutua dhe në Prime. Si e patë këtë debat? Debat shumë i pavlefshëm sërish. Do thosh ti pse? Arsyeja është se Brikena është një vajzë shumë e kulturuar, është shumë e përkujdesme, edhe unë e kuptoj deri diku Brikenën. Brikena ka dash me mirësjellje t'i kaloj mesazhin Ilirit, duke i thënë që ke përmendur diçka. Ajo u ndjej keq se mendoj sikur Stenaldo ka qenë i vetëdijshëm dhe e ka dëgjuar këtë shprehje dhe ka menduar sikur ai është ndjer keq. Gjithsesi, mentaliteti i saj është i kuptueshëm deri diku.
por mënyra se si agravoi e gjitha kjo ka dalë jashtë kontrollit, kështu që kanë humbur dhe Stenaldo edhe Brikena në këtë rast. Mund t'jetë favorizuar Stenaldo sepse kapi një prime sërish bashkë me Brikenën, por nuk ka se i dha në një plus. Për mua, debati që ka pas, reagimi që ka pas Stenaldo kundrejt të gjithë banorëve, jo vetëm Brikenës, ka qenë shumë arrogante. Sepse nuk e prisja një Stenaldo të tillë, të jemi sinqert. Më duk një person krejt ndryshe, nuk e prisja të shpërthente dhe të fliste në të lloj mënyre, gjë që banorët në ato momente u stepën për arsye sepse të them diçka, të bëj ty një pyetje tashmë. Kur ti je në rrugë edhe ke një person invalid ose një qorr, a i hap rrugën apo i del pengesë? Patjetër që e ndihmoj dhe i hap rrugën. Po pikërisht, kështu ndjejnë të gjithë aty, sepse nuk ndjejnë të barabartë kundrejt Stenaldos. Pikërisht, banorët kanë edhe frikën se si do komentojnë jashtë në syrin e publikut, nëse ata anashkalojnë, të i kalojnë limitin e tyre me Stenaldo duke u kundërpërgjigjur ose duke vënë ata në të njëjtin pozitë siç ka një kundërshtar tjetër. E gjitha kjo i bën banorët të rrinë pak si të shmangur dhe mos të kenë një kundërpërgjigje kundrejt tij. Të gjithë përveç Kristit, të cilën e pam dijen në Prime, që ishte i vetmi që u kundërpërgjigje dhe ju drejtoi mjaft bukur Stenaldos në disa fragmente dhe më ka pëlqyer shumë. Do doja t'i shifja të gjithë banorët të ishin në këtë lloj pozite që ta quajnë, përderisa ai e kërkon dhe vetë, ta quajnë një banor të barabartë edhe t'i kundërpërgjigjen aty ku e meriton përgjigjen e tij. Lëviz, po sa i përket dinamikave të tjera, kishim ndonjë, po themi, dinamik për të shënuar? Këto ka qenë surpriza për shembull e Ilirit, surpriza e Ilirit, si u të duk? Ajo ka qenë shumë gjë e bukur, sepse para se të bëhesh kjo surpriza, sërish publiku ka ndjekur një rrefim të Ilirit, duke folur me fjalë aq të bukura, duke përshkruar dashurinë e tij ndaj bashkëshortes, ishte diçka shumë emocionale. Edhe më tej ka ardhur kjo surpriza ku e pam një Ilir shumë të emocionuar, edhe besoj se i ka dhënë tepër kurajo Ilirit për të vazhduar edhe më tej. E mori atë që donte, dëgjoi ato fjalët që familja është mirë, motrën e ka mirë, bashkëshortja ishte mirë, kështu që çdo kush që i dëgjon këto gjëra në atë izolim, merr një përforcim edhe i jep pa kurajo për të shkuar më tej. Klevisa, ka ndezur ky Big Brother apo ende nuk është atje ku duhet? Ky Big Brother nuk është ende atje ku duhet. Nuk është ende sepse nëse bëhet fjalë për lojtarën, i vetmi lojtar që ka lozur deri tani dhe ka bërë një lojë interesante është Kristi. Kristi është lojtar që ka lozur dhe vazhdon dhe luaj me aq sa e ka mundësinë, me aq sa ka kapacitetin, me aq sa e vëzhgon ai. Kristi është lojtar. Jo se të tjerët i hedh poshtë, se kemi parë, por Kristi ka qëndruar që në ditë e parë deri sot asaj lojës të tij dhe vazhdon. Nuk e di se sa do e vazhdoj dhe se si do e vazhdoj, por momentalisht në ditën që jemi sot, Kristi është i vetmi që ka treguar lojën atë shtëpi. Ka akoma Big Brotheri për të kapur majat e tij. Sepse shumica e banorëve aty flenë gjumë. Nuk po na falin diçka që ne na mbaj pak si të ndezur për ta komentuar, për ta parë çfarë do ndodhi, qysh. Janë pak, nuk e di, frigohen, nuk janë ambientuar akoma. Nuk e di se çfarë problemi kanë banorët aty, po nuk janë aty ku duhet. Klevis, faleminderit shumë për analizën që bëm bashkë për Prime-in e djeshëm në Big Brother. Faleminderit. Faleminderit juve, ditën.